Një 19 vjeçare me origjinë shqiptare ka humbur jetën në mënyrë tragjike në ishullin Kefaloni të Greqisë, në zonën e Argostolit, pas një ngjarjeje që autoritetet po hetojnë si vdekje të lidhur me konsumin e substancave narkotike dhe neglizhencën e ndihmës. Sipas mediave greke dhe hetimeve paraprake, e reja ishte në një dhomë hoteli me 3 të rinj të tjerë, ku dyshohet se kanë konsumuar lëndë narkotike, ndoshta edhe me forcë nga ana e djemve që e shoqëronin. Në një moment ajo ka humbur ndjenjat. Në vend që të njoftohej menjëherë ndihma mjekësore, dyshohet se 3 të rinj, mes të cilëve edhe një 22 vjeçar shqiptar, e kanë nxjerrë nga hoteli 19 vjeçaren të identifikuar si Myrto dhe e kanë lënë në një shesh të qytetit, ku ajo ka ndërruar jetë. Ajo është gjetur më vonë pa ndjenja dhe është transportuar me urgjencë në spital, ku mjekët nuk kanë mundur ta shpëtojnë. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë dokumentuar momentin kur trupi i pajet i vajzës nxirret nga hoteli dhe lihet në rrugë, ndërsa më pas personat largohen nga vendngjarja. Ekspertiza paraprake ka përcaktuar si shkak të mundshëm të vdekjes arrestin kardiak, ndërsa rezultatet toksikologjike pritet të sqarojnë nëse janë përdorur substanca narkotike. Policia greke ka identifikuar 3 të rinj që ndodheshin me të në hotel dhe ata po përballen me akuza, përfshirë edhe vrasje nga pakujdesia, ndërsa pritet që të dalin para gjykatës për t'u marrë në pyetje. Familja e 19 vjeçares ka kërkuar zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe pretendon se vajza nuk kishte asnjë lidhje me drogën, duke ngritur dyshime mbi rrethanat e vdekjes së saj. Ishte një engjëll, kërkojmë drejtësi, deklarojnë të afërmit e saj, duke ngulur se ajo nuk kishte asnjë lidhje me substancat narkotike dhe mund të jetë mashtruar nga personat që e shoqëronin atë natë në hotel. Ndërkohë, ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në Greqi dhe ka hapur debat mbi përgjegjësinë e të rinjve për mosdhënien e ndihmës në rastin e emergjencës.